Në çdo mëngjes që zgjohesh, përpara se të hapësh telefonin apo të mendosh për detyrat e ditës, dua të kujtosh një gjë: Zotin. Ai është fryma që t'jep jetë, drita që ndriçon rrugën tënde dhe forca që të mban çdo stuhi. Kur Zoti është i pari, çdo gjë tjetër bie në vendin e duhur. Marrëdhëniet bëhen më të shëndetshme, vendimet më të mençura dhe zemra më e qetë. Kur e vendosim Zotin në qendër, ai vendos paqen në kaosin ton dhe shpresën në ankthin ton. Ndonjëherë bota na shtyn të vrapojmë pas gjithçkaje tjetër, pas suksesit, pas njerëzve. Por Jezusi tha: kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e Tij, e të gjitha gjërat e tjera do t'ju shtohen. Ky është çelësi i jetës me bekim, Zoti i pari. Jo si një mendim i bukur, por si mënyra jote e t'jetuarit çdo ditë. Kur ai është i pari, asgjë nuk të mungon. Sot ftoje Zotin të jetë i pari në gjithçka. Në mendimet e tua, në planet e tua, në familjen tënde. Le të jetë ky qëllimi yt, Zoti i pari në jetën time, çdo ditë, në çdo gjë.